Trumpi është një kameleon. Pra, e tregoj kësaj radhe, pra është i vetmi president i cili ka një yll në atë The Hall of Fame, në atë bulevardin e famshëm në Los Angeles. Dhe këtë e ka për shkak të... Ata që nuk e dina është ylli i Hollywoodit. Ylli i Hollywoodit, për shkak të aktrimit. Pra është aktori pa parë. Po Reagani ka pas Reagani? Jo, i vetmi president shumë është Amerikës, vetëm Trumpi ka yll atij. Reagani se ka bërë. Reagani më falset nërpres, por Reagani ka qenë dhe vetë aktor Hollywoodit për edhe të S'ka pas yll. S'ka pas yll, ka qenë atë ditë. Pra u takuan dy aktorë. Pra ti kameleon dhe e the si kompliment. Absolutisht po. Se ne përdojmë kameleon për keq, po një që e dredh. Jo, është kameleon. Kameleon kuptimin e mirë. Kameleon kuptimin e mirë. Ti përshtatë si mbas, okay. U takuan dy aktorë, pra një profesionist dhe një amator. Dhe... po se të dy aktorë, po se dhe Zelenski ishte aktor, po vërtet. Por, se kava. Në këtë radhë është regjia është e këtij profesionistit, edhe skenari është i profesionistit. Pavarësisht është bërë me kërkesë të Macronit takimi dhe në rast se keni vënë re në fillim kur vin, rojet vën 3 karrige. Pra se duhet ishin 3 veta. Është Trumpi ai i cili nuk pranon Macronin në bisedim, pra në takim, pra pranon vetëm kokë në kokë.